botën pa u shfrënjosur nga kopshti i gjyshit dhe mund ta rrëfesh plagën duke kthyer atë dashuri jo në mlef. Dhe ylli që ti merr sot është një yll që ndriçon dhe për ata që historia i lë në prapasken. Për Robertin, për Jolandën, për familjen, për gjitha vetëflimet e heshtura dhe natyrisht nuk diskutohet që është një yll që ndriçon edhe për Makin. Kështu që më lejo që në emër të Presidentit të Republikës t'ju dekoroj oficer në Urdin Suprem të Shqiponjës. Nderuar kryeministër, i dashur Edi, jam shumë i prekur nga fjalët që the, sepse më ngjallën shumë kujtime edhe më kujtua mprehtësia dhe komunikimi që kemi patur dikur kur flisnim në Paris, shumë vite më parë. Edhe që sigurisht jeta politike shumë e zënë i ka rrallësuar. Edhe nuk e kam pak vështirë pas këtij portreti që do të doja ta meritoja, por që do të bëj ç'është e mundur që ta meritoj, por që ishte kaq i mprehtë, kaq i goditur sa që më bëri dhe unë vetë të zbuloja disa gjëra në vetvete. Jam shumë i prekur që marr sot këtë vlerësim në Tiranë, vetë kuptohet. Edhe është një ndjesi e çuditshme e kohës që kalon dhe e rrugëve që të paparashikueshme të jetës. Në këtë sallë, siç e tha Edi, ndodhen shumë fytyra të njohura që nga fëmiria ime më e hershme, vërtet domethënë shokët e lagjes me të cilët luaja sikur isha 3-4 vjeç. Familjar, sigurisht, profesor, miq të familjes, edhe ti vetë Edi je një pjesë e kujtimeve të hershme, ashtu siç e the në lice, ku unë të mbaja mend si një adoleshent më të rritur që më impresiononte dhe më dukej gjithmonë një figurë mbrojtëse për mua, kundra rrugatshve. Kjo ishte opinioni im. Siç e them më mirë se çdo ta them unë, historia ime në këtë vend ka qenë sipas epokave mjaft kontradiktore, se këtu kam njohur shumë herët dashamirësinë dhe admirimin e publikut, edhe më pas me një kontrast shumë të shpejtë dhunën e refuzimit, kur largimi ynë mua dhe familjes na ktheu në armiq në sytë e regjimit, me pasojat të padurueshme për familjen time, disa prej të cilëve ndodhen këtu sot. Prandaj ky moment ka për mua diçka shumë të veçantë, që sigurisht është e pamundur të ndodhi në një vend tjetër edhe në një periudhë tjetër të jetës sime se këtu në këtë moment. Pavarësisht gjithçkaje, sigurisht unë nuk kam humbur kur lidhjen me Shqipërinë, edhe rikthimi në gjuhën time nëpërmjet përkthimit të Ismail Kadares të Madh, që një etapë shumë e papritur, shumë e bukur, për cilën unë gjithmonë do t'i mbetem mirënjohës Ismailit që më bëri këtë besim, edhe që një etapë që nga viti 2000 që më riktheu rrënjësisht, domethënë atë që shqipja ka mbase më të bukur, që është gjuha e saj, që më prek gjithmonë në mënyrë shumë të thellë dhe që jam munduar të mos e harroj. Gjithë kjo ka mbetur brenda meje në jetën time dhe në muzikën time, ashtu si Edi e tha edhe një herë, më mirë se ç'mund ta them unë tani.
Kështu që më mbetet thjesht t'ju falenderoj, i dashur Edi,